ndrimet, sepse zotri Kurti po i dënë gjitha dhe kërkush nuk po i lyp kur gjo. Ne, si qytetarët Kosovës, po edhe partitë opozitare në këtë rast, po kërkojmë president për Kosovën. Presidenti është në dorën e Albin Kurtit. Në qoftë se Albin Kurti nuk e lëshon që presidenti të jetë i popullit, për të jetë vetëm i vetëvendosjes, atëherë ne shkojmë në zgjedhje. Zotri Kurti vetë ka deklaruar që sa po kemi dalë nga procesi zgjedhor, që ka thonë dolem prej zgjedhje, po shkojmë zgjedhje. Dhe kjo krejt çka është pengmarrje e shtetit derisa ati t'i konvenoj që të na dërgojnë në zgjedhje. Kjo është diçka që nuk don kallauz. Kjo farpune është e qartë, sepse e ke LDK-n e cila ka shku në negociata 2 herë në takime, po nuk janë parafru qëndrimet. Përkundrazi, zotri Kurti është larguar. Dhe sot, për me bleko, vetëm për me bleko, për me shfrytzu diasporën, në qësho ka shfrytzën tashe shumë vite për shkak se ata kanë ndjenë të madhe për vendin, se ju mungon vendi, po në anën tjetër nuk janë në prekshmëri, me përditshmërinë e Kosovës, dhe ai i shfrytzën, i manipulon në këtë formë që t'ja u merë votën. Dhe prandaj do me na dërgu deri në 10 orë, kur të është diaspora knej, njërë që me marë vota ma shumë. Por Kosova është duke u dëmtu shumë. Nuk është mo puna kush fiton zgjedhjet, por është puna me undal kjo sog, me vazhdu shteti. Neve kemi hum 40 milion para rreth një muajit nga Bashkimi Evropian, po humbim disa miliona tash, energetika që është shtyllë kryesore e sigurisë kombëtare. Pse ja vlen me ushë? A dëgjojmë, zotri Reza? Pse ja vlen për Gjermanisë kollaj? Që krejt ja vlen, edhe me hun, edhe me shku 100 herë, në zgjedhje ja vlen. Ti e merë pagën çdo muaj, mëre. Fiton e vërteta se me klasën e opozitës, vërtet nuk shku. Ata bëjnë një pyetje, zotri Jakupi, veç një pyetje e kom. Kryeministri i Kosovës se ka të përfunduar është në dilem elektron, dhe neve kemi problem, importojmë rrymë 100 miliona mrenda vitit e miliarda. Si ka mundësi që një kryeministër të jetë i këtij dikasteri e ne të vuajmë për energji elektrike? Përveç që vuajmë, mund të thuash vuajmë se kanë rregullu tjerët, po ky s'ka as plan. Ky po i refuzon projektet milionçe, miliardçe që po i afrohen Kosovës, edhe nuk e ka asnjë sukses në investime kapitale, asnjë sukses në arenën ndërkombëtare, vetëm sanksione, prishjet marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, sanksione nga Bashkimi Evropian, shkëputje të partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht Shtetet e Bashkuara e lidhen me Serbinë në vend që ta vazhdonin me neve. Si mundesh me i thonë zotni një njeriu që është i suksesshëm ose i mirë kur ka vetëm të këqija? Ne ja kemi dhonë mundësin. Albin Kurti është si çdo shqiptar tjetër, ja kemi dhonë mundësin, por nuk ja kemi dhonë mundësin me na shkatërru jetën, po me na rregullu, sepse aty në statusin e tij i shkruan shërbyes, dhe duhet jetë kryeshërbyes i këtij vendi, jo kryeshërbyes i vetëvendosjes, sepse vendi ka rreth 2 vite që është status quo. Dhe ne duhet dalim nga ky ngërç. Dhe krejt në dorë e ka punën Albin Kurti. PDK-ja i tha po rrim në opozit, LDK-ja i tha po vim negociata, Aleanca ja ka vendos kushtet, ja ka tregu, i ka thonë për krahi. Të kush e topi? Të zotri Kurti. Mirë ndërkohë do doja të kaloj tek i pari i PDK-s, zotri Hamza, nëse ka mundësi regjia, ai ka dhënë edhe një prononcim në rrjetin e tij Facebook. Ai thotë se kuvendi nuk është pronë Albin Kurtit dhe e lëvizjes vetëvendosje. Pushteti duhet ta thras urgjentisht seancën për konstituimin e tij. Konstituimi i kuvendit është detyrim kushtetues dhe nuk mund të kushtozohet me marrëveshje politike, kalkulime elektorale apo interesa personale të askujt. Albin Kurti po e zvarrit procesin sepse konstituimi i tashëm i kuvendit i aprish kalkulimet politike. Sa më gjatë mbahet vendi në këtë vakum institucional, aq më shumë hapësirë krijohet për skenar të rinj politik dhe zgjedhor. Kjo është kapje brutale e shtetit, shkelje kushtetuesës dhe degradim i institucionit të zgjedhurve të popullit. Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk janë rekomandime që zbatohen vetëm kur i konvenojnë pushtetit. Thirrni seancën, respektoni kushtetutën, kuvendi duhet të konstituohet. Nëse dikush mendon se mund ta mbajë Kosovën në anarki kushtetuese dhe ligjore për të realizuar kalkulimet e veta elektorale, gabon rënd.
Zotri Reza, do doja të kaloj tek ju, pra i pari që ka reaguar është zotri Hamza, përderisa deputetët e subjektit që ai drejton reaguan